Miq, mirdita. Dua t'ju informoj që ka dalë një bakteri ri në ato detergjentët që lajnë gratë. Dhe unë dua t'i informoj të gjitha motrat tona, gratë, kushërirat, shoqet, të gjitha. Dhe juve, sepse keni familje, keni motra, keni gra, dhe është mirë që t'i informoni. 4 milion njerëz në vit janë të infektuar nga ky lloj bakteri. 4 milion në mbar botën. Tani për tani e kanë gjetur tek një produkt i quajtur Fabuloso, nëse keni parë. Fabuloso është një detergjent që hidhet në lavatrice. Dhe ndodhi krejt rastësisht, okay? Tani do t'ju them se si. Kush është rastësisht e t'i bëj like faqes, nëse nuk e ka bërë të shihemi sërish, dhe ju falenderoj që jemi për herë bashkë. Dhe shpërndajeni këto video. Një grua, teksa po futej me të shoqin brenda në shtëpi, kishin dalë për shëtitje, u kthyen, ishte ora 8 e mbrëmjes, kur u futën në shtëpi, ajo filloi që të ra në tokë dhe filloi të dridhej. I shoqi e mori e vuri mbi krevat dhe filloi që t'i bënte respiracion, me fjalë ato lëvizjet të kraharori. Dhe pastaj i dha diçka dhe kaloi për momentin. Kurse në mesnat filluan dridhje të forta. Aty ai e çoi në spital dhe kuptoi që kishte një problem të rënd, por nuk dihej se si. Problemi ishte në atë moment ishte epilepsi. Por zbuloi në spital që kishte qenë shkaktari i këtij bakterit. Bakter i marr, siç ju thash, nga këto produktet kimikate. Pse po ju them tani këtë gjë? Sepse nuk është i vetmi produkt ky që prodhon me kimikate. Po thuaj 90% e të gjitha produkteve, pra produkteve që lajnë gratë, janë kimikate, janë përzierje. Dhe tani nuk dihet se si sepse është bërë një diskutimi i madh për këtë gjë dhe nuk dihet se si mund të ketë shkaktuar këtë gjë që të shkaktohet bakteri. Me sa e kam kuptuar, sepse duhet lexosh shumë edhe nuk kemi dhe kohë, por duhet edhe të informohesh shumë për sa i përket kimisë. Dhe problemi ka qenë ky në sintezë, që shumë nga këto produkte, duke u transportuar nga një vend në tjetrin, sepse bëhet fjalë që ka ndodhur në Amerikë ky fakti që ju thash që po bëhen kërkime pikërisht për këtë dhe është vënë një skuadër që të kërkoj se çfarë ka ndodhur, por mendohet që transportimi që bëhet nga një vend në tjetrin, duke ndëjtur për shumë orë në diell, dielli ka shkaktuar një problem të këtyre substancave duke formuar dhe krijuar këtë bakter të ri. Dhe ky bakter është vrasës. Bile nuk është vetëm sepse unë i thash vetëm një rast të një gruaje, por ka me miliona raste. Dhe rastet janë të ndryshme. Ky është problemi kryesor. Janë të ndryshme. Kush për shembull ka ekzema në trup, gjithë trupi. Kush ka probleme në sy sepse janë kuqur syt dhe i kanë dalë disa infeksione të rënda. Të tjerë kanë probleme me memorien, të tjerë kanë probleme me të tjera të trupit, pra të shumëllojshme. Sepse ky lloj bakteri, nuk është vetëm ky thash, po ky lloj bakteri krijon probleme të rënda. Unë ja u thash sepse siç ju informova dhe më përpara, nuk ka produkt që nuk bëhet si me kimikat. Bile do t'ju them, e mbani mend gratë tona, bile ne do shkojmë në atë periudhë kur lanin në përburime, merrnin sapunin, një sapun nga ata të vjetrin, nga ata të mëdhenj, dhe lanin në përburime. Bile përpara se të lindte sapuni, i lanin thjesht me ujë dhe lajshin rrobat. Bile unë kam bërë një video para disa kohësh së bashku me çuna dhe tregonin këto studimet që pantallonat që lahen më shpesh ka më shumë bakteri se sa nga pantallonat që i mban veshur për shembull 3 javë. Pse? Sepse djersa futet brenda në
në për poret si thuhet, tessuto, e copës, okay? Të çdo lloj cope. Tani unë nuk dua që të futem në olësira për sa i përket larjeve, por dua të nënvizoj që po thuaj 90% e të gjitha produkteve që përdorin gratë janë produkte të bëra në laboratore, me kimikat. Dhe është mirë që të ruheni, sepse përveç për shembull ky fabuloso që ju thash, që nuk më vjen tani ai bakteri se çfarë bakteri është, nuk më vjen. Okej, nuk më vjen emri bakterit, por problemi është ky që nuk është vetëm ky fabuloso, sepse këtë kanë zbuluar. Dhe ç'është e vërteta, edhe kompania ka thënë që ne ato që kemi, për shembull, po të vini të shikoni, nuk kanë probleme të tilla. Në fakt nuk kanë. Dhe problemi është shkaktuar, siç ju thash, mendohet që është shkaktuar nga ekspozimi në diell, ekspozimi për një kohë të gjatë, sepse nuk është se i çojnë për shembull kontejnerat, kur i çojnë me anije, janë në diell, të ekspozuar në diell. Përveç kontejnerave, edhe kamionët. Por përveç këtyre, kur nëse keni vënë nëpër supermarkete, i lën të gjithmonë jashtë. Gjoja të mbuluara me diçka, por gjithmonë rrin jashtë. Pra këto produkte, duke ndëjtur në atmosferë, pra në një ambient me ndoshta në të ftohtë ose ndoshta në të nxehtë, unë mendoj që nga këtu krijohen baktere të reja, pikërisht sepse janë kombinime kimikatesh. Ja u them që t'jeni të informuar dhe që të ruheni. Bile para disa kohësh, nëse e mbani mend, kemi folur edhe për tiganët. Disa lloj tiganësh që falni pa, sot jemi ftohur. Tiganët kanë një cip të hollë që vihet sipër, me fjalë që u vendosin sipër që ti kur të gatuash mos të ngjiten ushqimet. Por ka një problem. Në qoftë se ato gërvishten dhe del ajo lëkura, ose si mund të quhet ajo veshja që kanë sipër, ajo krijon problem. Krijon problem, janë kancerogjene. Nuk është gjë e vogël kjo. Bile ka dalë një studim i ri që shkencëtarët po mundohen që të kuptojnë se si mund të gjejnë zgjidhje për këtë, por për momentin s'ka zgjidhje, sepse ne jemi shumë imitues të njëri tjetrit, ne imitojmë njëri tjetrin. Çfarë bën njëri bën dhe tjetri. E bëri njëri atë tiganin ashtu, e bëjnë të gjithë. Dhe ti nëse fabrikat i ke predispozuar për atë formë, merr mend t'i kthesh prapë nga e para. Është pothuajse e pamundur. Pra duhet të bësh një revolucion totalisht të teknologjisë që të ndryshosh këto gjëra. Sepse, për shembull, edhe dëgjova edhe disa produkte të makinave, thjesht makina, kjo që jam këtu. Ka disa gjëra të makinave që janë kancerogjene. Pra nuk ka një produkt në këtë planet që nuk bëhet me kimikat. Ndaj ju thash që të bëni kujdes sepse është për shëndetin. Shpeshherë, sepse ne nuk dim se nga të vemi. Ushqimet janë të modifikuara. Të gjitha ushqimet, po thoj pjesa dërmuese e ushqimeve që shkojnë në supermarkete janë të modifikuara gjenetikisht. Dhe ushqimet janë të modifikuara. Tiganët janë me ato kancerogjen. Këto që janë pjesa kryesore detergjentët që lajnë rrobat dhe ndoshta edhe ato që lajnë dyshemen, pjesë e tyre janë me probleme sepse lindin baktere të dëmshme për trupin. Pra, merrni mend që ne po jetojmë në një periudhë që ne po vrasim njëri tjetrin dhe nuk po e kuptojmë. Po ta shikoni nga të gjitha anët, nga të gjitha anët. Me fjalë, nëse ta marrësh ti nga produktet ushqimore, shkon ai që bën domate dhe i hedh domateve pislëqe dhe kujton se ja ka hedhur atij të specave. Ai specave i hedh të tjera gjëra që të rritet speca më mirë. Kurse këta shkojnë blejnë bukën dhe ai që ka bukën i hedh miellit pislëqe të tjera dhe kështu që ne pa e kuptuar, ne kujtojmë se ja hodhëm atij tjetrit, pa ai tjetrin na i ka hedhur ne. Pra ne po vrasim njëri tjetrin dhe nuk po e kuptojmë. Dhe është
është vërtet për të ardhur keq, sepse duke qenë në vitin 2025 me një zhvillim kaq të madh, ne në vend që të zhvillohemi, po degradohemi. Po degradohemi sepse po vrasim njëri tjetrin. Po ta shikoni, janë një pjesë shumë e vogël e njerëzve pa probleme. Një pjesë shumë e vogël. Të gjithë kemi probleme. Që të gjithë. Nga të gjitha anët. Dhe këto nga vinë këto probleme. Pikërisht pra nga këto gjëra që ne po themi këtu, sepse është pikërisht ky zhvillimi. Shiko, pleqtan, sepse disa kanë vëre në këto komente që bëjmë ne, që pleqtan kanë jetuar, pleqtan jetonin në natyrë. Pleqtan nuk përdornin kimikate, pleqtan nuk përdornin telefona, pleqtan nuk përdornin këto larje me kimikat, nuk përdornin tigane të modifikuar. Jo, ata e bënin mishin në hell, në zjarr dhe lanin rrobat ose lashin së bashku me rrobat në ujë. Pra ishte krejt ndryshe, nuk është si sot. Ne sot po vrasim njëri tjetrin. Unë ju informova sepse është mirë që këto kimikate, këto që ju thash, t'i hiqni. Të mund të lani me gjëra sa më të thjeshta, me sapun të thjesht. Edhe sapuni është bërë dreq, por sidoqoftë, sapun i thjesht. Ose ndoshta vetëm me ujë. Megjithatë, edhe ujë, me sa duket, po merr tat pjetën edhe ujë, sepse siç e kemi thënë para disa kohësh, uji po ndotet gjithandej. Shpresoj mirë. Unë doja t'ju informoja, kalofshi bukur, shpresoj që mos ju ndodh gjë. Shpërndajeni këto video, kush është rastësisht i bëlaj faqes, ju përqafoj.